veta bëjnë një kompani e gjysmë, pra nuk bëjnë më tepër, një kompani e përforcuar, po u quajtën brigadë. Kur erdhën, një pjesë e tyre ndihmuan, sepse kjo brigadë përbëhej nga oficerë dhe nënoficerë të Kosovës që ishin shërbyer në ushtrinë jugoslave, pra kishin eksperiencë edhe ushtarake, por kishin edhe eksperiencë lufte, një pjesë e tyre sepse kishin marrë pjesë në luftën në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe normalisht kur ata erdhën në gusht të vitit, në korrik të vitit 1998 në Kosovë, u pranuan nga ushtria shqiptare të Kosovës që të vinin atje, u vendosën kryesisht në Pej, në Dugajin, ndihmuan në organizim, ndihmuan në stërvitje, në këto kishin eksperiencë. Pra në atë kohë kishte nevojë ushtria shqiptare e Kosovës për njerëz me eksperiencë ushtarake dhe me eksperiencë lufte, por në momentin që nisi lufta më pas, edhe duke parë që nuk e merrin dot në kontroll ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe nuk e morën dot në dorë komandën, atëherë ata u larguan dhe dezertuan. Realisht është që dezertuan, dorëzuan edhe armët që kishin. Që kanë ikë ata nga Absolutisht, ajo kanë ikur, ajo është e përcaktuar me dokumenta, sepse janë publikuar dokumentat e Serbisë që kanë dorëzuar armët të Serbia, pra. Dorëzimi i armëve është dezertim. Kush ka bëu komandanti, a dihet? Komandanti këtyre trupave ishte Tahir Zema. Dhe Tahir Zema iku. Po thotë që ka ikë Tahir Zema? Absolutisht ka ikur, se nuk ndonjë në Kosovë iku dhe erdhi në Tiranë. Këta e bazojnë mbi faktin që Anton Çuni ka thonë që nuk ka ikë, po është kthyer në Shqipëri për të rikthyer më pas. Po pse nuk e rikthye atëherë? Anton Çuni u rikthye apo pse nuk e rikthye? Pra një pyetje shumë e thjeshtë ja bëni Anton Çuni. Nuk është rikthyer? Jo, është rikthyer në Kosovë edhe në Kosovë është kthyer një muaj pas lirimit të Kosovës. Pra ka qëndruar në Mamurrës. Edhe Anton Çuni u rikthye. Apo jo. Pse s'u kthye ai kur u rikthye Anton Çuni? Pra ka që shumë e thjeshtë pyetja. Pra këtu nuk ka ekuivoke. Pra nuk kemi pse lozim cicmic. Iku, okay. Iku. Nuk erdhi, kur ikën dhe nuk vjen, është dezertim. Është kaq e thjeshtë, pra nuk kemi pse të shkojmë më tutje, pra neve kaq po nëse ikë tash në intervistës se nuk thesh është dezertim. Faktikisht. Pra për këtë arsye dhe pasi tentoi dhe nuk e mori dot në kontroll shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, atëherë Ahmet Krasniqi në shtator të vitit 1998 bën një deklaratë se ata botonin një gazetë, një revista ushtrisë, diçka e tillë. Dhe atje bën një deklaratë që unë e njoh shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, pra kjo ishte deklarata, dhe prej këtij momenti nuk kam më fark, pra i dha fund farkut sepse deri në moment ata ishin fark dhe prej këtij momenti kam bollën një farë lloj marrëveshje. Po, prej këtij momenti tha ka vetëm UÇK dhe edhe stemat e këtyre të farkut u zëvendësuan me UÇK, pra edhe stemat e tyre që kishin u zëvendësuan me UÇK dhe vendosi që deri në fund të nëndorit, pra deri në fillim të dhjetorit, të gjithë ata që i paguan sepse farku paguante në atë kohë një sasi të madhe oficerësh me rroga që paguheshin nga fondi nga 3%. Dhe vuri kush që unë do hyj në Kosovë, pra në fund të nëndorit unë do shkoj në Kosovë pranë shtabit përgjithshëm dhe e njoh shtabin e përgjithshëm. Dhe të gjithë ata që duan të marrin pjesë në luftë, oficerat që marrin pagesë nga Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë Bukoshi, në rast se nuk do të vinë, nuk do të marrin më pagesë. Ktu nuk ishte problemi vetëm çështja e pagesës, ktu është problemi se në rast se kjo vinte, atëherë çfarë bënte? Qeveria e përkohshme në këtë moment, qeveria e Bukoshit binte sepse një ministri i mbrojtjes binte në shtab përgjithshëm. Por dhe në këtë moment mund të bëjë institucionalizimi i luftës. Sepse deri në moment kishim një UÇK, por kjo UÇK-ja nuk ishte një forcë politike, kjo UÇK-ja nuk ishte një qeveri më mbrapa, ishte një organizatë guerile, luftarake e tillë. Se akoma s'kishim kaluar në fazën e kryengritjes të armatosur. Absolutisht. Pra. Dhe në këtë moment ti e institucionalizoje këtë. Pra, ti këtë UÇK-n e bëje ushtri të kësaj dhe në moment që e bëje ushtri të kësaj, atë ç'a ndodhte? Farku u dhiqe nga president i Kosovës ishte Ibrahim Rogova. Por ama në zgjedhjet që u bën në maj të 1998 për president në Kosovë, në rast se mbani mend, atëherë LDK-ja deklaron që kishte 780.000 antar. Pra në rast se ky antar i Farkut, pra i qeverisë të Farkut, i qeverisë Bukoshit do të vinte në shtab përgjithshëm, automatikisht institucionalizohet. Në rast se institucionalizohet, atëherë Rugova do duhet i bënte thirrje si president i Republikës, si komandant i forcat armatore, këtyre 700.000 veta që të mbronin pragun e shtëpisë realisht, futeshin luftë. Po në rast se ne do ishim 700.000, 800.000, a mendoni ju se do kishim nevojë për NATO nesër? Po jo. Ne do e kishim çliruar edhe për shefin edhe muja dhe për këtë arsye, që mos ndodhte ky bashkim, që mos ndodhte ky analizim, u dha urdhër që ky zotëria të vritej dhe u vra nga duart e shqiptarëve, sepse dorasit te neve nuk kanë munguar kurrë. Në gjithë historinë e kombit shqiptar, neve dorasit i kemi pasur të lirë. Fatkeqësisht, të vërtet. Po cili është roli, me që e përmend ish presidentin Ibrahim Rugova, roli i tij në luftën e Kosovës? Roli i tij në luftën e Kosovës është njësoj si Tahir Zema, dezertor. Pse? Nuk ka asgjë të është e rëndë kjo. Jo, nuk është e rëndë, sepse siç e tham që parë që Tahir Zema iku, edhe presidenti Rugova iku. Pra në momentin që populli po i digjej, po i vritej, po i përdhunoi,
po i masakroi. Ky vendosi të ikte me familjen, vetëm me familjen e tij në Rom. Pra, u kujdes vetëm për familjen e tij, ndërkohë që ai mund ta çonte familjen, thoshte, unë rri sepse unë jam presidenti i këtij populli. Dhe rrinte atje. Jo, ai iku dhe iku. Pra e la popullin në mëshirë të fatit. Në momentin që ti e ke dhënë vetes detyrën e çobanit. Pra çoban. Dhe ti i lshon delet, bëni si doni ju thu deleve, se unë kam hallet e mia, edhe ikën, në atë moment ti nuk je më çoban, ti je dezertor. Vërtet. Po e vërtet për dezertor, për rrugën nuk e di tetë më mirë. Unë po e them këtë që ka ndodhur. Si unë jam i ri, po. Unë po them këtë që ka ndodhur, këtë që e dim të gjithë, pra nga historia që zotëria iku. Dhe kërkoi që t'i binin një avion dhe t'ikte. Pra, shkoi takoi Miloševićin, nuk po hyj kësaj si e qyshe tek normalisht se mund ta kenë detyruar, kanë detyruar, është problem tjetër. Kanë detyruar. Ajo është komplet Adnan Marovci që kanë detyruar, po. Dakor. Por ama të largohej nuk e detyroi kush. Të largohej zgjodhi. Ishte zgjedhje largimi. Dhe kjo i vë pikën për mua. E ke thonë një deklaratë interesante drejtan, mua çka kalon përshtypje është që keni thonë që në kohën kur ka ardhur në Likovs, nëse s'gaboj, kryeministri Albin Kurti në detyrë që tashmë është, Samir Shtoku i ka lutë, i ka kërkuar me vesh uniformën e OÇK-s, por nuk e ka vesh. Ka qenë në Arbri, keni qenë ju prezant? Jo, në 98-ën shtabi i përgjithshëm është themeluar në Arbrit të Kosovës, në Arbrit Drenicës. Dhe pothuajse deri në nëntorë të 98-s, shtabi i përgjithshëm ka qenë atje. Pastaj në nëntorë të 98-s është vendosur në Kleçk, në malet e Pagarushës. Dhe në shtator, Adem Demaçi është